Allahu i lartësuar thot në suren Sejdë, i cili përsosi çdo gjë që ai krijoi dhe ai e filloi krijimin e njeriut nga balta. Pastaj ai solli pasardhësit e tij nga esenca e një lëngu të përçmuar. Pastaj ai e formsoi atë në përmasa e madhësinë e duhur dhe i fryu atij shpirtin e krijuar për atë njeri. Dhe ju solli juve të dëgjuarit, të shikuarit edhe zemrat, sa pak që falenderoni, dhe thonë, kur të jemi të vdekur e të humbur në tokë, a vërtet do të ribëhemi nga e para? Përkundrazi, ata në të vërtet mohojnë takimin me Zotin e tyre. Thua ju, meleku i vdekjes, i cili është vënë mbi ju, do t'ju amarrë shpirtrat, pastaj do të ktheheni tek Zoti juaj, dhe veç si kur të shije kur muxhrimunët, kriminalët, mëkatarët, mosbesimtarët, të varin kokat para Zotit të tyre duke thënë, Zoti ynë, tash pam dhe dëgjuam, na kthe pra përsëri në dynja, do të bëjmë mirësi e drejtësi. Me të vërtet që tash ne besojmë me bindje të plot. Surja Es-Sejdë 7:12. Allahu i lartësuar na njofton se i ka përsosur dhe i ka përkryer gjërat që i ka krijuar, sikurse ka thënë i lartësuari. Kjo është vepër e Allahut, i cili i përsosi çdo gjë. Surja En-Naml 88. Prej gjërave të krijuara në të cilat është shfaqur përsosmëria e veprës së tij, është krijimi i njeriut. Më pas, ai ka filluar sqarimin e krijimit të fillimit të tij, dhe ai e filloi krijimin e njeriut nga balta. Këtu kihet për qëllim krijimi i Ademit, paqja qoftë me të, sikurse ka thënë Allahu i lartësuar. Përmend kur Zoti yt u tha melekëve, me të vërtetë që unë do të krijoj njeriun nga balta. Surja Sad 71. Pastaj ai solli pasardhësit e tij. Ka caktuar që krijimi i pasardhësve të tij të jetë prej asaj pike që del prej shtyllës kurizore të burrit dhe prej brinjës së gruas. Ai ka përkujtuar atyre mirësitë me të cilat i ka begatuar prej dëgjimit, shikimit dhe logjikës. Të gjithë këtë fuqi për të cilin ata pak e falenderojnë Allahun, ai e ka krijuar prej asaj pike uji për të cilën është shprehur se është diçka e përçmuar, për shkak se është diçka e nënçmuar. Pasi Allahu i lartësuar ka përmendur fillimin e krijimit të parë, që përfaqësohet prej krijimit të babait të tyre, Ademit, pas sqarimit të mënyrës së shumimit të tyre, dhe pas sqarimit të atyre që ua ka begatuar prej fuqisë së jashtme dhe të brendshme, gjë që tregon për fuqinë dhe urtësinë e tij. Atëherë, ai ka sjell çështjen e ringjalljes, nga se nuk është e logjikshme, nëse ata logjikojnë që Allahu t'i krijoi dhe t'i përgatis ata me këtë përgatitje. Atëherë ai ka sjell çështjen e ringjalljes, nga se nuk është e logjikshme, nëse ata logjikojnë që Allahu t'i krijoi dhe t'i përgatis ata me këtë përgatitje kot dhe pa qëllim. Ky është mendimi atyre të cilëve nuk besojnë. Ai ka thënë dhe thonë, kur të jemi të vdekur e të humbur në tokë, do më thënë, kur të jenë përzier trupat tanë pas coptimit të tyre me pjesët e tokës, a vërtet do të ribëhemi nga e para? Do me thënë, a do të kthehemi prap prej asaj gjendje, po në atë gjendje që ishim më parë? Kjo, nga se ata e konsiderojnë këtë çështje larg mundësive. Ky konsiderim si të pamundur për të cilën ata shprehen, është raport me fuqinë e paaftë të tyre. Logjikat e tyre u bën të mangëta dhe menduan se fuqia e krijuesit është sikurse fuqia e tyre, sikurse ka thënë Allahu i lartësuar. Dhe na solli neve shembull, ndërsa e harron krijimin e vet. Surja Yasin 78. Ai që ka sjellë shembullin është njëri prej tyre, por se ata të gjithë janë në pajtim me të. Pra shkaku i mohimit, i cili është bazuar në dyshimin e konsiderimit të ringjalljes larg mundësive, ka buruar prej harresës së krijimit të parë. Prandaj Zoti i plotfuqishëm i ka përkujtuar ata me atë krijim të parë. Allahu i lartësuar ka thënë duke treguar fjalën e tyre:
Dhe thot njeriu, kur të jemi vdekur, a thua atëherë do të ngrihem përsëri i gjallë? A nuk e kujton njeriu se ne krijuam atë më parë, ndërsa nuk ishte asgjë? Surja Merjem 66-67. Sikur ata të hidhnin vështrimin tek fillimi i krijimit të tyre, atëherë ata do ta dinin se fuqia që i ka krijuar ata në fillim nuk e ka të pamundur rikthimin e tyre për herë të dytë. Duke qenë se ky konsiderim larg mundësive që kishin për rikthimin e tyre në jetë, edhe një herë tjetër, ishte pasi ata i shikuan argumentet. Atëherë, ai e pasoi këtë me njoftim të prerë për ndodhin e ringjalljes. Ai ka thënë, thuaju, ky është urdhër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë, thuaju o Muhammed, duke i njoftuar dhe duke i paralajmëruar mohuesit e ringjalljes. Thuaju, meleku i vdekjes, i cili është vënë mbi ju, do t'ju amarrë shpirtrat, pastaj do të ktheheni tek Zoti juaj. Ky është njoftimi prerë për atë rikthim, duke u bazuar në argumentin e kaluar, i cili është fillimi i krijimit. Ky njoftim është theksuar me atë gjendje në të cilën do t'jenë pasi të kthehen tek Zoti i tyre, në atë gjendje ku i pranojnë gjunahet e tyre dhe kërkojnë që të rikthehen në jetën e dynjas, në mënyrë që ata të përmirësojnë veprat e tyre, pasi e kanë parë njoftimin e sigurt. Allahu i lartësuar ka thënë duke treguar për gjendjen dhe fjalën e tyre. Dhe veç sikur të shije kur muxhrimunët, kriminalët, mëkatarët dhe mosbesimtarët të varin kokat para Zotit të tyre, duke thënë, Zoti ynë, tash pam edhe dëgjuam, na kthe përsëri në dynja, do të bëjmë mirësi e drejtësi, me të vërtet që tash ne besojmë me bindje të plot. Allahu e di se ata janë gënjeshtar në pretendimin e tyre se do t'i përmirësojnë veprat e tyre nëse rikthehen në këtë botë një herë tjetër. Allahu i lartësuar ka thënë, vetëm sikur t'i shije kur janë të ndalur pranë zjarrit. Atje do të thonë, sikur të dërgoheshim përsëri në dynja, atëherë nuk do t'i mohonim më ajetet, provat, shenjat, treguesit, shpalljet e Zotit ton, dhe do t'ishim prej besimtarve. Por tashmë është bërë e qartë për ta çfarë ata kishin fshehur më parë. Edhe sikur të ktheheshin përsëri në dynja, padyshim që do t'u ktheheshin atyre gjërave për të cilave ata qenë ndaluar një herë. Edhe me të vërtetë që ata janë gënjeshtar. Surja El-En'am 27-28. Shembulli i tretë prej metodës së dytë. Në fillim të surës Rad është një shembull që dredh ndjenjat dhe prek ndërgjegjen, nga se ai përmban argumente universale të Allahut, për të cilat ata e pranojnë se janë krijuar prej fuqisë së Allahut të plot fuqishëm, ngallënyes. Allahu i lartësuar thotë: Allahu është ai i cili ngriti qiejt pa shtylla që t'i shihni. Pastaj ai i steva u ngrit lart dhe qëndroi mbi arsh, fronin e tij madhështor, vërtet siç i shkon madhështisë së tij. Ai solli diellin dhe hënën të vazhdojnë të rrotullohen, secili duke ndjekur kursin e vet për një kohë të përcaktuar. Ai rregullon të gjitha çështjet dhe punët, duke shpjeguar ajetet, argumentat, provat, shenjat e tij në imtësi, që ju të besoni me vendosmëri e bindje të plot për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Dhe ai është i cili tokën e shtroi dhe në të vendosi male të qëndrueshme e lumenj, dhe nga çdo lloj bime e fruti, ai bëri në palë 2 nga 2 në çift dhe në lloj. Ai e sjell natën si mbulesë mbi ditën. Vërtet që në gjithë këtë ka ajete, prova, tregues, shenja për njerëzit që thellë mendojnë. Dhe në to ka hapësira fqinje të shumë llojshme dhe kopshte me freshta, edhe fusha të mbjella me grur, edhe palma që rriten 2 a 3 nga një rrënje vetme, ose edhe ndryshe, një rrënjë secila prej tyre, të ujitura nga i njëjti uji. Megjithatë, disa ne i bëjmë më të mira se të tjerat për t'u ngrënë. Sigurisht që në këto gjëra ka ajete, shenja, prova, shpallje për njerëzit që kuptojnë.
Edhe nëse ti o Muhamed abitesh, pse përgënjeshtrojnë? Atëherë më e çuditshme është thënia e tyre: kur ne të jemi pluhur, a vërtet thua do të ngrihemi në një krijim të ri? Këta janë ata të cilët nuk besojnë në Zotin e tyre. Këta janë ata të cilët do të kenë pranga hekuri që t'u lidhin duart e tyre në qafë. Ata do të jenë banorët e zjarrit dhe atje do të banojnë përgjithmonë. Surja Er-Ra'd 2:5. Fillojnë ajetet e larta duke përshkruar pamjet universale që tregojnë për fuqinë hyjnore, qiellin dhe ato çka përfshin prej orbitave, tokën dhe ato çka përmban prej lumejve, maleve dhe ato çka nxjerr prej frutave. Më pas vjen çudia prej gjendjes së atyre që e mohojnë ringjalljen dhe jetën tjetër, pasi ata i kanë shikuar këto argumente, të cilat u janë shfaqur mendjeve dhe shikimeve. Allahu i lartësuar thot: Allahu është ai i cili ngriti qiejt pa shtylla që t'i shihni. Ky është njoftim prej Allahut lartësuar për përsosmërinë e fuqisë dhe pushtetit madhështor të tij. Me urdhrin e tij janë ngritur qiejt prej tokës. Këto qiej, të cilat shikimi nuk arrin t'i përfshijë komplet, të cilat askush nuk e di madhështinë dhe gjerësinë e tyre, përveç krijuesit të tyre, pra këta qiej janë ngritur me urdhrin e tij, mbahen me fuqinë e tij, në mënyrë që mos të shuhen, duke sjellë si dëshmitar për këtë shikimet e atyre të cilëve po u flet. Ata janë ngritur pa pasur ndonjë shtyllë ku të bazohen. Janë ndërtuar në mënyrë perfekte. Nuk ka në ta çarje dhe as krisje. Ne e përsërisim shikimin tek qielli her pas here, po megjithatë shikimi ynë kthehet pa arritur të shohë ndonjë boshtllëk në këtë ndërtesë madhështore dhe çati të lartësuar, por se arrin të kuptosh vetëm për sosmërinë që njofton për urtësinë dhe drejtimin. Pastaj ai isteva, u ngrit lart dhe qëndroi mbi arsh, fronin e tij madhështor, vërtet siç i shkon madhështisë së tij. Arshi është prej gjërave të fsheta për ne. Allahu i vetëm është i gjithditur për gjerësinë dhe madhështinë e tij. Ai është lartësuar mbi të ashtu sikurse i shkon madhështisë së tij, sikurse ai ka njoftuar. Ajetet na transferojnë neve prej qiellit të ngritur pa ndonjë shtyllë, për tek pamja e nënshtrimit edhe caktimit. Ai solli diellin dhe hënën, të vazhdojnë të rrotullohen, secili duke ndjekur kursin e vet për një kohë të përcaktuar. Ai ka krijuar ato me fuqinë e tij dhe i ka nënshtruar me dëshirën e tij. Ai i bën të ecin vazhdimisht dhe ato nuk dobësohen deri në një kohë të përcaktuar. Secilën prej tyre e ka veçuar me një veti, e ka bërë diellin një llampë të shndritshme, ndërsa hënën e ka bërë dritë. Jeta e njeriut ka lidhje me secilën prej tyre në veten e tij dhe në të gjitha çështjet e tij ditore, mujore dhe vjetore. Në këtë ajet janë përmendur gjëra që prekin zemrat dhe u drejtohet me fjalë ndjenjave me atë çka e ndjen njeriu, se është pjesë e jetës së tij. Ai rregullon e kontrollon çështjet dhe punët. Ai i rregullon dhe i kontrollon të gjitha ato. Atij i përket krijimi dhe urdhri. Prej kontrollit të tij është krijimi i qiejve dhe ruajtja e tyre. Prej kontrollit edhe caktimit të tij është krijimi i diellit dhe hënës dhe nënshtrimi i tyre për të vazhduar të rrotullohen, secili duke ndjekur kursin e vet për një kohë të përcaktuar, duke shpjeguar ajetet, argumentet në imtësi. Argumentet universale që shikohen dhe që tregojnë për fuqinë madhështore dhe pushtetin e plotë të tij për të vepruar, dhe argumentet fetare sqaruese të rrugës së drejtë që detyron njeriu edhe gjindin ta ndjekë atë, dhe sqarues të fakteve të padukshme, të cilat patjetër duhen besuar në to, që ju të besoni me vendosmëri e bindje të plotë për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Do më thënë që kur ju të shikoni argumentet universale të shtjelluara hollësisht dhe kur ju të kuptoni për sosmërinë që ndodhet në to, të cilat tregojnë për fuqinë e atij që i ka shtjelluar këto argumente dhe i ka sqaruar ato, ju të besoni me vendosmëri e bindje të plotë, se përtej këtij kontrollit përsosur është një urtë,
se ky sqarimi i holl e ka një të gjithditur të urtë që patjetër duhet të takohet në jetën tjetër, në mënyrë që ju të shpërbleheni për veprat tuaja. Ky takim dhe ky shpërblim sinjalizohet prej kontrollit dhe shtjellimit të argumenteve hollësisht, sepse atëherë krijimi do të ishte i kotë nëse nuk do të kishte shpërblim për bamirësinë dhe keqbërjen. Allahu i lartësuar ka thënë: A menduat se ne ju kishim krijuar kot e pa ndonjë qëllim dhe se nuk do të mund të silleshit prap tek ne? Surja El Mu'minun 115. Ato pamje të larta prej universit që tregon përtej saj për fuqinë e përsosur, u janë shfaqur njerëzve të cilët mohojnë ringjalljen, me qëllim që të përfitojnë prej kësaj, se krijuesi dhe ruajtësi i tyre është i plot fuqishëm për rikthimin e tyre pas vdekjes. Më pas këto ajete kuranore e kapin përdore njeriun për tek kjo tokë, tek e cila jeton, duke i thënë: Nëse ti o dyshues në fuqinë e krijuesit tënd, nuk mjaftohesh me atë çka sheh sipër teje me sytë e tua, atëherë hidh vështrimin tënd poshtë këmbëve të tua dhe në ato çka janë shtrirë përpara syve të tu prej kësaj toke që është shtrirë, është zgjeruar, është stabilizuar, është qarë, janë vendosur lumejnë rrjedhës dhe kanë bjerë mbi të prej çdo fruti. Më pas, ky këmbim i vazhdueshëm i natës dhe ditës, që është për lumturinë edhe për të mirën e jetës së tij, pra të gjitha këto fakte e thërrasin njeriu që të meditojë në to dhe në ato çka sinjalizojnë. Vërtet që në gjithë këtë që u përmend më parë, ngritja e qiellit pa shtylla, nështrimi i diellit dhe hënës, krijimi i tokës, shtrirja, ruajtja, vendosja e lumejnëve që rrjedhin në pjesët e çara të saj dhe nxjerrja e bimëve dhe e frutave të tyre, ka ajete, prova tregues, shenja për njerëzit që thellë mendojnë. Ajetet kuranore vazhdojnë të sqarojnë argumentet universale të Allahut, pasi është treguar në mënyrë të përgjithshme për atë çka mbin toka prej fruteve të llojeve të ndryshme, kthehet për të qartësuar një pjesë të tyre në mënyrë që ta vendosi mohuesin e ringjalljes para fuqisë hynore. Ajo pjesë që njeriu e shikon me sytë e tij, e punon me dorën e tij dhe e shijon frutin e saj me gojën e tij, është argument që syri e shikon, dora e prek dhe goja e shijon. Kush është ai argument që është më afër me jetën e njeriut se sa ky argument që njeriu e prek vetë? Allahu i lartësuar thot: Dhe në tokë ka hapësira fqinje të shumë llojshme. Disa prej tyre janë të ngjitura me njëra tjetrën, nuk i ndan ndonjë lloj i huaj, dhe kopshte që mbartin lloje të ndryshme pemësh. Në të ka vreshta edhe fusha të mbjella me grur, edhe palma që rriten 2 a 3 nga një rrënje vetme ose edhe ndryshe. Të gjithë këto të ujitura nga i njëjti ujë, ose prej qiellit, sikurse uji i shiut, ose prej asaj që nxirret prej tokës, sikurse është uji i puseve dhe burimeve. Ato mbin në një tokë. Lidhjet e gjendjeve natyrale, sikurse i ftohti dhe i nxehti, është i njëjtë. Megjithatë, frytet e tyre vijnë me shije të ndryshme, ngjyrat e tyre janë të ndryshme. Nga erdhi ky ndryshim i ngjyrës, formës edhe shijes, edhe pse të gjitha shkaqet e dukshme janë të njëjta. Kjo pyetje nuk ka ndonjë tjetër përgjigje përveç se të thuhet se kjo është vepër e krijuesit të gjithditur dhe e drejtuesit të urtë. Sigurisht që në këto gjëra ka ajete, shenja, prova, shpallje për njerëzit që kuptojnë. Ajete do me thënë, argumente që tregojnë qartë për përsosmërinë e fuqisë, për atë të cilën e vë në punë mendjen dhe logjikën e tij në krijesat e Allahut të lartësuar. Këto ajete që kanë lidhje me universin, me qiellin dhe tokën, i tregon atij që mediton në to dhe që e vë në punë mendjen e tij instinktive, të cilën ja ka krijuar krijuesi i tij, se këto janë sjellë në ekzistencë, janë përsosur dhe sistemuar me drejtimin e atij,
që është i urtë, i gjithditur dhe i plot fuqishëm, se urtësia e tij kërkon kthimin e krijesave tek ai për t'u takuar. Po ashtu kjo tregon qartë se ai i cili kërkon argument tjetër përveç këtyre rreth fuqisë së Allahut për ringjalljen, se kjo fjalë është prej atyre fjalëve që çuditesh prej saj dhe tallesh me kërkimin e saj. Kështu ne shohim se Allahu i lartë madhëruar, pasi i ka parashtruar këto argumente për ata që e mohojnë ringjalljen, pasi është qartësuar argumenti tek ata me fakte të cilat nuk lënë vend për të dyshuar në fuqinë e krijuesit për rikthimin e tyre, atëherë ai e solli çështjen e ringjalljes, duke bërë që i dërguari i tij të çuditet prej mohuesve të fuqisë të lartësuarit për rikthimin e tyre në një rikrijim, pasi trupat e tyre janë shpërbërë dhe janë shndruar në dhek. Allahu i lartë madhëruar thotë: "Dhe nëse ti habitesh, pse përgënjeshtrojnë, o Muhammed? Atëherë më e çuditshme është thënia e tyre, kur ne të jemi pluhur, a vërtet thua që do të ngrihemi në një krijim të ri?" Ky mohim që ka buruar prej tyre nuk është për shkak se nuk ka argument për ringjalljen, por se shkaku është mohimi i tyre i rrënjosur në vetet e tyre. Andaj ata merituan, pasi u janë ngritur argumentet e përkryera, që Allahu të gjykojë për ta me ndëshkimin me pranga hekuri, që t'u lidhin duart e tyre në qafë, dhe me ndëshkimin me zinxhir, me të cilët do të riqen zvarr për tek zjarri, i cili do t'i shoqërojë vazhdimisht ata. Këta janë ata të cilët nuk besojnë në Zotin e tyre. Këta janë ata të cilët do të kenë pranga hekuri, që t'u lidhin duart e tyre në qafë. Ata do t'jenë banorët e zjarrit dhe atje do të banojnë për gjithmonë. Surja Er-Rad 2:5. Ata do të banojnë në të përgjithmonë si shpërblim për mohimin dhe inatin e tyre. Sa herë që atyre do t'u piqet lëkura, atëherë lëkura do t'u ndërrohet me lëkurë tjetër, që të mund ta shijojnë ndëshkimin. Allahu i lartësuar thotë: "Padyshim se ata të cilët mohuan ajetet tona, ne do t'i djegim në zjarr. Sa herë që t'u piqet lëkura, ne do t'u ndërrojmë atyre atë me lëkurë tjetër, që të mund ta shijojnë sa më shumë ndëshkimin. Vërtet, Allahu është kurdoher i gjithfuqishëm, më i urti gjithgjykues." Surja En-Nisa 56. Shembulli i katërt prej metodës së dytë. Allahu i lartësuar thot në suren El-Hajj: "O njerëz, nëse dyshoni në ringjallje, atëherë sigurisht që ne ishim që ju krijuam prej dhejut, pastaj nga nutfa, lëngu i ngjizur nga bashkimi i vezëve mashkullore me ato femërore, pastaj nga një copë gjaku e mpiksur, pastaj nga një sa kafshat mishi që është krijesë disi e formuar dhe disi e pa formuar, në mënyrë që ne t'ju asqarojmë juve, dhe jemi ne që bëjmë të mbetet në mitra këtë duam ne deri në një kohë të caktuar. Pastaj ne ju nxjerrim jashtë si foshnja. Pastaj ju japim rritje që të mund të arrini pjekurinë tuaj, ndërsa ka prej jush që vdes i ri, dhe po prej jush është edhe ai që jeton deri në pleqëri të mjerë, aq sa ai nuk di më asgjë nga dija që ka pasur. E shihni edhe tokën të shkret e shterp, po kur ne zbresim mbi të shiun, ajo gjallërohet, fryhet dhe lëshon filiza nga çdo lloj çifti i mrekullueshëm. Kjo nga që Allahu është ai i vërteti, i përhershmi, dhe është ai i cili i jep jetë të vdekurës, dhe është po ai i cili është i Zoti të bëjë gjithçka, dhe është e sigurt. Çasti i fundit po vjen. Nuk ka pikë dyshimi për të, dhe nuk ka dyshim se Allahu do t'i ringjallë ata që janë në varre. Surja El-Hajj 5:7. Metoda e Kuranit në bizedimin me njerëzit për ngritjen e argumenteve dhe fakteve nuk është i veçantë vetëm për ndonjë kategori njerëzish që kanë cilësi të veçanta. Kjo nga se ai drejtohet me fjalë natyrshmërisë njerëzore në përgjithësi. Secili individ prej tyre
mund të përfitojë prej kësaj fjale që u është drejtuar atyre sipas zgjuarsisë që i është dhënë. Ky ajet prej sures Hajj përfaqëson këtë lloj metode kuranore të qartë. Ai bazohet mbi disa premisa që më pas japin përfundime të padiskutueshme, duke u dalluar me lehtësinë dhe qartësinë e të kuptuarit të asaj që nënkupton pa lodhur e pa munduar mendjen. Kjo për shkak se ai është larg prej analogjive dhe komplikimeve të filozofëve. Allahu i lartësuar u thot njerëzve duke ju drejtuar me fjalë të gjithë atyre. Për qëllim ka ata të cilët dyshojnë në çështjen e ringjalljes dhe u duket larg mundësive të realizimit të saj, pasi trupat e tyre të jenë coptuar, të jenë shpërbërë në tokë dhe të jenë shndruar në dhe. Nëse dyshoni, domethënë, nëse jeni në dyshim për fuqinë tonë, për rikthimin e këtyre trupave që janë përzier me dheun, duke u dukur larg mundësive dhe duke dyshuar në realizimin e saj, atëherë meditoni në krijimin tuaj të parë. Ne ju kemi krijuar prej dheut, duke nënkuptuar babain e tyre Ademin, paqja qoftë me të. Më pas ne kemi bërë krijimin tuaj në një formë më të çuditshme, sesa krijimi i njeriut prej dheut. Ne ju kemi krijuar prej një pikë uji. Më pas ajo pikë ka kaluar disa etapa dhe forma të ndryshme. Ky njeri që mohon rikthimin e tij ishte një pikë uji. Më pas kjo pikë u shndrua në aleka, domethënë në gjak të ngjizur. Më pas është shndruar në një copë mishi, që është krijesë disi e formuar dhe disi e pa formuar. Ato janë etapat që kalon kjo pikë në udhtimin e saj derisa shndrohet në embrion që lëviz në atë vend të sigurt. Nëse dyshoni në ringjallje, atëherë sigurisht që ne ishim që ju krijuam prej dheut, pastaj nga nutfa, lëngu i ngjizur nga bashkimi i vezëve mashkullore me ato femërore, pastaj nga një copë gjaku e mpiksur, pastaj nga një sakafshat mishi, që është krijesë disi e formuar dhe disi e pa formuar, në mënyrë që ne t'ju asqarojmë juve për fuqinë tonë të plotë, për rikrijimin dhe rikthimin. Dhe jemi ne që bëjmë të mbetet në mitra prej atyre pikave, pas plotësimit të krijimit. Këtë duam ne deri në një kohë caktuar, deri në kohën e lindjes. Pastaj ne ju nxjerrim jashtë si foshnja. Domethënë foshnja që merr frymën e jetës, e furnizuar me të gjitha mjetet e domosdoshme për t'u përballur me jetën e re në këtë tokë. Mushkri me të cilën merr frymë, vesh me të cilin dëgjon, sy me të cilin shikon, dorë me të cilën shtrëngon, këmbë me të cilën ecën, etj. Ato cilësi dhe pjesë të trupit që i ka vendosur krijuesi i madh tek njeriu, tregojnë prerë se ai e ka përgatitur këtë njeri me diturinë dhe urtësinë e tij. Krijuesi e ka rritur atë me begatinë e tij pas daljes në këtë jetë, derisa është bërë person i fortë. Pastaj ju japim rritje që të mund të arrini pjekurinë tuaj, ndërsa ka prej jush që vdes i ri. Domethënë Allahu ja merr shpirtin kujto në një kohë të caktuar e të ditur, por ka prej jush që e le të jetojë derisa të arrijë moshën e pleqërisë të mirë, saqë logjika, përfytyrimet edhe ndjenjat e tij rikthehen në gjendjen e fëmijërisë së parë. Ai kthehet në ignorancë pas diturisë dhe në dobësi pas fuqisë. Dhe po prej jush është edhe ai që jeton deri në pleqëri të mirë, aq sa ai nuk di më asgjë nga dia që ka pasur. Tamam sikurse ajo ditë kur ai është krijuar dhe është faqur ekzistenca e tij në këtë jetë në foshnjë. Ajeti i drejtohet atyre që mohojnë ringjalljen, duke i thënë: me të vërtet, fuqia e atij të cilit ishte i Zoti për krijimin tënd në jetën tënde të parë, në perioda të shumta në të cilat ka kaluar, vallë, a e ka të pamundur rikthimin tënd pas vdekjes? Si mundet kjo, ndërkohë që ai është i plot fuqishëm dhe i gjithditur? Pasi ajeti e ka plotësuar argumentimin me botën njerëzore në krijimin e tij të parë dhe mënyrën e transferimit të tij në periudhat e krijimit të tij të shumta, më pas e ka pasuar me argumentim tjetër që shpesh përmendet në Kur'an për t'u argumentuar për ringjalljen. Ai argument është ringjallja e tokës pas vdekjes. E shihni edhe tokën të shkret, e shterp, po kur ne zbresim mbi të shiun, ajo gjallërohet, fryhet dhe lëshon filiza nga çdo lloj çift i mrekullueshëm. Shkretimi i tokës
do thot thatësia e saj dhe mospasja bimësi, sikurse trupi që i është marrë jeta. Ajo është e vdekur, e thatë dhe nuk ka në të bimë, ndërsa gjallërimi, fryrja dhe lëvizja e saj me bimët pas zbritjes së shiut është sikurse jeta që depërton në tokën e vdekur. Kështu ajo mbin çdo lloj çift të mrekullueshëm, dhe kjo është sikurse dalja e të vdekurve prej varreve të tyre. Pasi të vërtetohet argumenti dhe pasi të qartësohet tek ata të cilët po u flitet me atë çka nuk lë vend për të dyshuar në pranimin e rezultatit, atëherë ai e sjell çështjen për të cilën po argumentohet dhe thot: kjo nga që Allahu është ai i vërteti, i përhershmi, dhe është ai i cili i jep jetë të vdekurës, dhe është po ai i cili është i Zoti të bëjë gjithçka. Allahu është që ekziston vetë pa nevojë në askujt dhe prej vetisë së tij, është se ai i ringjall të vdekurit. Ai është që e ka krijuar vdekjen dhe jetën. Ai është i plot fuqishëm dhe i Zoti për fillimin e krijimit dhe për rikthimin e tij, sepse ai është i Zoti për të bërë çdo gjë dhe është e sigurt çasti i fundit, që është koha e premtuar për jetën e dytë. Po vjen, nuk ka pikë dyshimi për të, për shkak të qartësisë së argumentit të tij. Më pas ai e ka mbyllur ajetin me rezultatin e kërkuar, e që është çështja për të cilën mohuesit e ringjalljes dyshojnë në të. Allahu i lartësuar ka thënë, dhe nuk ka dyshim se Allahu do t'i ringjall ata që janë në varre. Surja El Hajj 5:7. Ato varre që mbajnë trupat e të vdekurve të cilat janë shkërmoqur, janë bërë pluhur dhe janë përzier me të tjerët. Kjo nga se Allahu i lartësuar është i plot fuqishëm për rikthimin e tyre, në mënyrë që ai t'i marrë ata në llogari për atë çfarë kanë bërë qëllimisht në këtë botë.